أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet, lavdrimet, adhurimet janë vetëm për Rabbul Aleminin, salavatet, selamet për zemërta janë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Zotin Xhella Xhelalu Xhella Shanu për çdo mirësi, madhnomi që na ka dhënë, më tepër për atë që musliman na ka bërë. Duke lutur Xhella Xhelalu Xhella Shanu të na mundsojmë Islamin, të jetojmë për Islamin, jetojmë dhe me Islamin jetën ta përfundojmë, duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Falenderojmë Zotin Xhella Xhelalu Xhella Shanu që na bëri të mundur të takohemi prapë këtu në dersin ton mbi hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi mezhebin Hanefi në bazë të haditheve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, duke filluar prej të çështje e ujrave e duke vazhduar inshallah taala derisa Allahu na jep mundësi imër e shëndet për me diskutu këto tema të cilat janë shumë të rëndësishme për muslimanin dhe muslimanën dhe gjithë ata të cilët janë të interesuar të mësojnë jurisprudencën islame në bazë të mezhebit Hanefi. Mirë po, para se me hinë tek tema jone dhe ati ku e kemi lanë në javën që shkoi, dua ta bëj një sqarim të shkurt për atë që është bë sot, jo me një jetin tim që të bëhet shumë e përhapet virale që quhet sot, mirë po, ja që ndodhi. Një shkrimi im që është bë për atë, ose një reagim të një shkrimi tjetër të një prej hoxhallarëve në Maqedoni për pritjen e imamit Qabes. Neve na gëzon, na nderon, çdo njëri prej muslimanëve ka qenë i gëzuar, i nderuar me ardhjen e imamit Qabes, po jo vetëm të ati, po edhe imamave tjerë që kanë ecë nëpër tokat shqiptare. Na gëzon neve fakti që imamat e Qabes, po edhe xhamive tjera të nesër ndoshta do të kemi edhe misafir nga xhamia e pejgamberit alayhis salatu wassalamit. Të gjithë këta imam janë nderuar, janë të respektuar, janë dashur, janë të vlerësuar, edhe dashuria atyre tek popullata jonë u vret edhe me pritjen që e bën, një pritje dinjitoze, edhe nga ana e Bashkisë Islame që në asnjë formë nuk jemi kundër për atë pritje. Bile ne jemi të njohur që duhet bëjmë pritje të mira. Duhet bëjmë respekt misafirit. Edhe misafirit ja bëjmë respektin e atij që ai njihet si shtëpi vete, po jo të vendojë ligje tek ne. Edhe këtu dallojmë ne, prej asaj që disa tjerë kanë dhënë një kahje tjetër. Pra nuk isha unë ai që provokova. Provokimi ka ardhur nga pala tjetër, që duke thënë që vizita e imamit Qabes është një orientim se ka duhet të ecin xhamiat tona, ka duhet të ecin xhamatet tona, se si duhet falet namazi nëpër xhamia, se si duhet bëhet dhikri nëpër xhamia, se çfarë sistemi xhamive duhet kemi ne. Pra, në këtë kontekst, edhe për arsye të këtij kontekstit, edhe unë e bëna reagimin tim ndaj atij shkrimi. Pra, nuk ish reagimi im ndaj personave në fjalë, po ish reagimi im ndaj asaj që dikush tjetër kishte bërë një koment aty. Edhe tash, çfarë dua të them unë sot? Unë dua të them sot që ku qëndron problemi? Problemi nuk qëndron aty se a kemi mezheb apo s'kemi mezheb, se dihet që kemi mezheb. Po problemi qëndron aty me ata që s'kan mezheb e rrinë nën flamurin e mezhebit, ose nën ombrellën e mezhebit, nën petkun e mezhebit. Pra në moment kur vin diçka dalin për mezhebit, në moment kur ata kanë nevojë për diçka, shfaqen ndoshta edhe ma Hanefi se Hanefit vet, ma Shafi se Shafit vet, e ma Hambeli se vet Hambelit, e kështu me radhë ma Maliki se sa vet Malikit. Pra duhet përcaktohen këto rregulla. Nëse jemi Hanefi, Hanefizmin do ta mbajmë, ne do ta shpjegojmë krejt atë se çfarë është medheb, çfarë ka jurisprudencën islame, edhe çfarë është pjesa asaj që tek ne ka hyrë nëpërmjet rrugës që t'ua mësojmë njerëzve. Pra, format mësuarit, një prej formave pedagogjike me mësu dikëndin për diçka. Pra do t'i dajmë ato çfarë është mezheb, edhe çfarë është format mësuarit dhe sistemit brenda xhamive. Do t'i dajmë inshallah taala, nëse Allahu na jep imër e sukses e shëndet në këtë punë që e kemi nisur, ne do t'i ndajmë të gjitha këta meselet që kanë bëjnë direkt me mezhebin, edhe meselet që kanë bëjnë që kanë ngel tek ne ose kanë hyrë tek ne nëpërmjet formës së sistemit mbajtjes së sistemit brenda xhamisë. Pra do t'i ndajmë inshallah taala. Me cilin kemi problem ne, ose realisht ku qëndron problemi?
qëndron problemi pikrisht ata njerëz që kanë një mezheb tjetër, kanë një orientim tjetër, ose nuk njohin hiç mezheb, kur vin puna edhe kritikohen për diçka, ata më njëherë nxjerrin Kur'anin edhe hadithin. Edhe thonë ne jemi me Kur'an edhe Sunet. Po këta mezhebe, a nuk janë me Kur'anin me Suneta? Nëse këta mezhebe që ne flasim për Ebu Hanifen, për Imam Malikun, për Imam Shafiun, për Imam Ahmed ibn Hanbelin, rahmetullahi alejhim xhamian, nëse këta nuk janë me Kur'anin me Sunet, kush do të jetë ne të shekullit 21? Pra di çfarë na thuan neve, me pak fjalë për me e shpjegu. Neve na thuan, leni këta kontributin e hoxhollarëve për 1400 e sa vite që kanë dhënë për ndërtimin e jurisprudencës islame, ndërtimin e shkencave tjera, se nuk o vetëm jurisprudenca, po janë edhe bazat e jurisprudencës. Pra, leni krejt këto gjuni nuj, se ne kemi Kur'anin e hadithi. Nuk të mjafton i dashur, nuk të mjafton vetëm Kur'ani edhe hadithi. Po mirë, pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka kri misionin, po e ka kri Muhammed Mustafaja misionin. Për atën Resulullah sallallahu alaihi wasallam që në kohën e vete i ndajti sahabët kush është për Kur'an, pra kush dua mësoje sahabëve Kur'anin, kush dua mësoje atyre hadithin, kush dua mësoje atyre tefsirin e Kur'anit, kush prej atyre është më i zoti për leximin e Kur'anit tilavet për me bë. Pra gjitha këto mesele, ose kush e njeh jurisprudencën, pra pejgamberi alayhis salatu wasallam që në kohën e vet i ndajti sahabët. Pra nëse e quajmë këtë ndarje, mirë po ne nuk e quajmë ndarje mezhebet. Ne quajmë mezhebet janë thesari më i bukur që e ka feja jonë islame, edhe që duhet ne këtë thesar ta ruajmë në mënyrën më të mirë e më të mundshme, edhe më të drejtë. Unë po e shpjegoj edhe një herë atë që si duhet kuptohet kjo çështje. Sikur ai njeri që shkoi te njëri prej hoxhollarëve dhe i tha, a ka mundësi të më tregosh të më aposh një fetva për këtë çështje? Edhe ai tha, i hoxha pra, në thojza po e tham hoxha. I tha, don fetvan të ta jap sipas qëndrimit të Imam Malikut, apo sipas asaj se çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Atëherë njeri i tha, unë dua në bazë të asaj që ka thënë Imam Maliku. Tha, po ati, pra hoxha i tha, po ati japësh përparësi asaj që e ka thënë Imam Maliku para fjalëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i tha, jo. Unë i jap përparësi të kuptuarit hadithit nga Imam Maliku. Përparësi i jap të kuptuarit hadithit nga Imam Maliku, se sa që i jap të kuptuarit hadithit nga ana jote. Pra moment kur unë jap fetva, pa mos u mbështet në njërin prej hoxhollarëve të kohës hershme, po edhe kohës tashme, zinxhiri i transmetimit se si është, pra ne kemi zinxhir për ato që kanë prej në mezhebin Hanefi, prej te Ebu Hanifja deri në ditën e sotshme. Kemi zinxhir transmetimi. E tash po mirë hoxha, u dish të bëhet gjithë kjo zhurmë. Unë mendoj që zhurma u bë pa nevojë, mirë po reagimi ishte nevojshëm. Atëherë kur u dëshirojnë ta devijojnë vizitën e hoxhës konkretisht në Maqedoni Imamit Çabes, unë mendoj që intervenimi ose reagimi nuk u dish të bëhet nga individ si puna ime, u dish të bëhet nga Bashkia Islame, u dish të bëhet nga ka brenda Bashkisë Islame, ka universiteti ose fakulteti i shkencave islame, u dish të bëhet po edhe nga sektori për arsim, kulturë dhe shkencë brenda Bashkisë Islame, u dish të gjithë këta ta bëjnë një reagim, ose paraprakisht në protokoll të ishte vendume se si do të bëhen vizitat. Pra mos ngjalle reagime nga popullata. Pra nëse diçka kemi bërë, kemi orientu vetëm se si duhet shikohen këta çështje. Pra shikohet vizita e Imamit Çabes në Maqedoni si nder, respekt, përparësi për njerëzit tanë, mundësi për me taku atë nga afër. E as se si ta devijojnë atë se ja se si falet në Qabe, falen edhe ju se i një fal gjatë gjithë kohës i një fal gabim. Jo i dashur. Është ajo që e kanë spjegu hoxhollarët, vazhdojnë të e spjegojnë. Pra ne e marrim kuptimin e hadithit, atë që e ka kuptuar Imam Ebu Hanifja, nxënësit e atij, po jo vetëm, kemi edhe mezhebe tjera. E ata që na thuan s'na duhen mezhebe, ne këtu e kemi problemin. Këtu edhe do të qëndrojmë atyre inshallah taala derisa të kemi imër e shëndet, do të qëndrojmë ballë që është obligim për ne, edhe besoj që çdo njeri prej atyre që i ka njohur dhe i ka studiuar shkencat islame ka për obligim të qëndroje ballë edhe të mbroje këtë interes të madh islam. Pra, kur cënohet medhebet,
pa marrë parasysh cili prej methebeve ose tërësia atyre ose njëri prej atyre, cënohet një prej fazave më të arta të historisë së Islamit, me atë se çfarë kontribuan muslimanët për fenë e vet. Tash po kthehemi ne tek çështja dhe meselet tona. Ne jemi këtu tek meselja ku hoxha e ka ndaj elma idha asabathu najasa, ujti të cilin e prekën papastërtia. Pra nëse një ujë preket nga papastërtia, çfarë ndodhen me to? Kemi hadithin e parë që transmeton an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Thot transmetimi që vjen pi Sa'id al-Khudriut radiyallahu ta'ala anhu që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë uji është i pastër, nuk e bën të papastër gjë ato. Kjo është një pi haditheve, cilën e kanë nxjerr 3 prej njerëzve të mëdhej të hadithit, është Abu Daudi, Tirmidhiu edhe Nesaiu. Këta secili prej tyre kanë një libër të vetin, është libri Sunen quhet. Pse quhet Sunen? Quhet Sunen se është i radhitet me kapituj, duke e shpjeguar sheriatin islam në bazë të jurisprudencës islame. Për atë arsye quhet Sunen, edhe Sunen i Abu Daudit ose Tirmidhiut ose edhe të Nesaiut. Pra gjithë këta që i përmend atash, edhe këta kanë pas mesebet e veta. Mirë po të shash dikush thotë po mirë, pse këto nuk kanë vazhdu? S'kan vazhdu se s'kan pas nxënës. Të 4 mezhebe që Zoti xhalla xhelalu xhelashanu a mundsoi të vazhdojnë, kanë pas fati i asaj ka qenë nxënësit dhe shkrimet që i kanë vazhdu këta mezhebe. Hadithi tjetër an Abi Umamata al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna al-ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawni. Hadithi tjetër thotë që e kanë nxjerr Ibn Majah edhe e ka konsideru prej dobët Ebu Hatimi radiallahu ta'ala anhu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam uji innal ma'a la yunajjisuhu shay, uji nuk e bën pa pastër asgjë illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawni, përveç se nëse i ndryshon atij ngjyra, shija ose era. Njëra pikë këtyre 3 cilësive. Nëse i ndryshon atij ngjyra, era ose shija, atëherë uji është i papastër. El-ma'u tahurun, pra një transmetim tjetër të Bejhaqiu e gjeni, el-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lanuhu bi najasatin tahduthu fi. Hadithi ka një shtesë. Pra i njëjti hadith sikur manal që është, pra ujti është i pastër përveç se nëse i ndryshon atij era e tij, shija e tij ose pamja e tij, ngjyra e tij, duke u bazuar në një prej papastërtive, pra duket papastërtia, është e dukshme. Edhe ajo ka ndikuar tek ajo dhe hadithi 4 me radh është hadithi la yaktasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun, nuk pastrohet asnjëri prej juve, pra të mos pastrohet është urdhër i pejgamberit alayhis salatu wassalamit, që ndalon pastrohet njeriu që është junub në një ujë që është i palëvizshëm. Pa me diçka që është i palëvizshme, me një ujë që është i palëvizshëm, të pastrohet të marrë gusull nëse është junub. Hadithi tjetër me radh është hadithi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithin para prak, pa hadithin që e përmendëm pak më herë, e ka nxjerr Imam Muslimi. Pra kur thonë e ka nxjerr Imam Muslimi, pra e ka nxjerr te libri vet. Se ne kemi Imam Buhariu, edhe e kemi Imam Muslimin. Me njëherë për nga forca e nxjerrjeve të haditheve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, për nga saktësia edhe me hadithe autentike që quhen sahih në terminologjinë islame, është mbas librit të Buhariut vin libri Muslimit. Përse hoxhallarët e kanë llogarit Imam Muslimin me njëherë mbas librit të Imam Buhariut? Për arsye se kushtet të cilat i ka vendosur Imam Buhariu për me konsideru një hadith sahih janë më të vështira, më të rënda, më vështirë njeriu mund të kalojë tek citat e Imam Buhariut se sa tek citat e Imam Muslimit, edhe pse njëri me tjetrin pra janë shumë të përafërt. Për kuriozitetin tuaj, Imam Muslimi ka qenë nxënësi i Buhariut, mirë po ka qenë me mosh më i madh se sa Buhariu. Pa ka qenë shumë më i madh mosh, edhe pse Buhariu ka qenë më i ri. Çfarë dua të them me këtë? Ulemat, këtë që duan të na bëjnë neve zakonisht nëpërmjet tash këtyre rrjeteve sociale, dëshirojnë të bëjnë armik me tjetrin. O ti i dashur, un kam mendimin tim, e kam qëndrimin tim, e mbroj një tezë timen, e mbroj një orientim timin. Kjo është e imja.
Ai tjetri ka një orientim të vetin, një mbështjellje të vetën, ose një medhheb të vetin. Ne respektohemi ndërmjet. Unë kam studiuar në Damask ku ishim 4 shok të studimeve, njëri Hanefi, tjetri Shafi, tjetri Maliki, tjetri Hambeli. Të katërt ishin ndryshëm me mezheb. Mirë po asnjëherë s'kemi pas problem. Kuri? E tash kur i ndëgjojmë këto probleme që paraqiten për kohë nëpërmjet rrjeteve sociale, tregon atë paaftësinë e këtij shekulli. E në shekullin ku është paaftësia shkencore tek njerëzit, nuk mund marrësh orientim fetar fatkeqësisht për atyre njerëzve. Mirë po kthehemi këtu edhe një herë. Pra hadithin të cilin ne e transmetuam e lexuam pak më herët, pra la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri hatta yaghtasila thumma yaghtasila fi, është hadith që e ka nxjerr edhe Imam Buhariu, e ka nxjerr edhe Imam Muslimi. Pra kur thonë e ka nxjerr për të njëjtët njerëz të cilët e kanë nxjerr edhe njëri edhe tjetri. Pra të ditë kanë të njëjtën rrugë të transmetimit, njëjtin zinxhir të transmetimit, edhe kështu ai na tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, mos ta krij asnjëri prej juve urinën me një ujë, e masandet të lahet prej tij ose të pastrohet nga ai. Pastrohet çfarë do të thonë? Të marrë abdes. Pra një ujë që është i vogël ose sasi e vogël, duhet jemi të kujdesshëm nëse dikush krin urinën ata. Nuk mundim të kuptojmë këto hadithe përse kanë ardhur. Si është e mundshme ujti pa pastërtia me të njëjtin vend? A mund të marrësh abdes, as mund të marrësh abdes, pa mos e kuptuar shkakun e hadithit. Shkaku i hadithit çfarë është? Se erdhi një njeri dhe i tha, o pejgamberi Allahut sallallahu ala Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse diçka bëhet tek hadithet e Resulullahit ose ke mësimet që i marrim pe haditheve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, është që ne shpesh i çojmë salavat Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj herë që ndëgjoni sallallahu alaihi Muhammed, çoni salavat mbi të do shpërbleheni edhe për mësimin, po do të shpërbleheni edhe për salavatin që e dërgoni mbi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Në Medinë, periferit Medinës ka qenë një vend i ulët, pra ne jemi duke folë për vitet para 1400 vjetëve. Mund të imagjinoni. Edhe atëherë kishin nevojë njerëzit të hudhnin mbeturinat, apo? Nuk ka pas si sot fabrika riciklimit. Po ka pas një vend, unë besoj që ju e keni mbrina për katundet tuaja, edhe unë e kam mbrin katunin tim, që e kishim një vend ma larg pe shtëpiave, pe vendet ku banojnë njerëzit, edhe agje i hudhnin mbeturinat. Edhe erdhën i thanë, o pejgamberi Allahut, afër mbeturinave atje, ka një pus, ka një bunar, rrjedhaj. Mirë, po puset në arabisht nuk janë vetëm si ne që i kemi vetëm pus, po ai ka rrjedh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thonë, o pejgamberi Allahut, periferit Medinës ka një pus se pikërisht është ke vendi ku janë mbeturinat. Vendi shumë i ulët, pra, në aspekt gjeografik është i ulët si vend, edhe atje rrjedh ujë, lëviz o pejgamberi Allahut. Atë marrëm abdes pi atij ujit. Për çfarë arsye u than këtë çto hadithe. Pra nëse ka ujë atje do ta shihni se ka erë, mos merrni abdes. Nëse do ta shihni se aty është ndru gjira, mos merrni abdes. Nëse aty është ndru shija, mos merrni abdes. Pra e kuptojmë tash se sa e thjeshtë është ky hadithi që neve në fillim na u duk pak i komplikuar për çfarë fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Moment që e kemi ne shkakun e hadithit, shpjegohet edhe ajo që neve na duhet përse ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pra shkaku i hadithit e kuptuam që edhe në kohën e pejgamberit se dikush mund thotë nëse e lexon këtë hadith, si kanë hudh muslimanët mbeturinat aty ku ka qenë ai ujë për me rrjedh. Pra qëllimi ka qenë që ata të lëvizin, të ecin. Pra të shkojnë sa më larg vend banimeve. E tash pyetja ka ardhur, ne duhet të flasim për ose ta mendojmë veten tonë 1400 vjet për mas. Si ka qenë jeta atëherë? Nuk ka pas mundësi gropimi qash fel për me i fut, për me i varuas, për me... Edhe pse kanë qenë shumë të kujdesshëm. Ne do të flasëm, inshallah, do të përmendim edhe hadithe tjera ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dati tregjet. Tregjet që shkojnë njerëzit për me blej sende ushqimore edhe tregjet e kafshëve. Që botën ne që i thuna moderne shumë vonë ka ardhur kjo ndarje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ndati para 1400 viteve. Mirë po kanalizimi që është sot, që përmendim ne kanalizimin ose ajo ndarje mbeturimeve ka ardhur shumë vonë tek njerëzimi, në atë kohën kur përmenden hadithet nuk ka qenë gjë e tillë. Po shkojmë tek dispozita që dalin pe këtij hadithit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nëse diçka
dëshiron të na tregojë është çështja se papastërtitë, pra papastërtia e plot, edhe papastërtia e dukshme tek uji edhe ai ndikon. Pra edhe nëse është i madh edhe nëse është i vogël. Mirë po, në hadithin e parë pejgamberi alayhis salatu wassalam kuptuam që papastërtia e vogël te ujit i madh nuk ndikon. E sa është i madh do të vijë edhe një hadith tjetër. E tash, dhahabu ila tafriqi baina al-qalili wal-kathir. Tash kur kanë ardhur xhollarët, pra mezhebet, se kur flasim o xhollarët, ata e ndërtuan këtë çështjen e mezhebeve. Kur kanë ardhur diskutojnë sa është e madhe dhe sa është e vogla, ose sasia e madhe e ujit dhe sasia e vogël e ujit. Edhe këtu tash secili ka dhënë mendimin e vet. Kjo është hapësira ku njerëzit, pra ulemat e të kaluarës kanë pas mundësi të mendojnë, të hulumtojnë, të hinë ma fele dhe t'japën mendime, kur është pak e kur është shumë. Njëni ka thënë nëse prekën këtu edhe lëviset ajo pjesa, pak është ajo ujti. Pra sasia është e pakët për atë arsye nëse bie diçka pe papastërtisë, nuk duhet përdoret për abdes. Do ta kemi kujdes. Ai tjetri ka thënë pra in kana al-ma'u kathir la yunajjis illa in taghayyara ahadu awsafi wa huwa madhhab al-hanafiyya wash-shafi'iyya wal-hanbaliyya. Shivet të tre mezhebet, edhe hanefit, edhe shafit, edhe hanbelit kanë thënë sasia e madhe e ujit nuk e bën papastër ata. Nuk ja humbon pastërtinë e tij, përveç se nëse e ndron njërin prej çështjeve, ja shijen, ja ngjirën, ja erën. Pra këto janë tre mezhebet. Mezhebi tjetër, in kana qalilan yunajjas walau lam yataghayyar ahadu awsafi, mezhebi tjetër ka thënë që nëse ë pak, pra malikit kanë thënë, nëse ë pak e ka një papastërti, edhe nëse nuk ka shije, nuk ka erë, nuk ka ngjyrë, pse është pak, ai është i papastër, nuk merret abdes prej tij. Pra çfarë kanë bëu këtu mezhebet? Mezhebet tu ta kanë lehtësu. Pra kur thot dikush neve s'na duhen mezhebet, lej mezhebet. Mezhebet ta kanë shpjeguar këtë, i njëjti hadith është. E tash ata kanë shkrim mendjen e vete për ulumtim, ki vin këtu edhe thot ti di çfarë s'duhet, hiç i ket këto, ne do marrim hadithin e Kuranit. Sikur këtë njerëzit do t'i bllokojmë, e të thonë ashtash për çdo meselë ndalo studioje Kuranin, studioje hadithin, merre studioje dhe fikun. A bën diçka, pak dhe dalën pak piksaj. Po mirë bëhosh, përse ne sën bëhen a ketë ekspert? Që përshumus, përse nuk mund të marrëm ne ketë Kuranin edhe hadithin, edhe mu merren ama me këto gjëra tjera. Ka thënë filani, ka thënë fisteki, ti lam këto. Merren vetëm me Kuranin me hadith. Por me marr Kuranin, do ta njohësh arabishtën një herë. Po masi ta njohësh arabishtën, ti njohësh këtë dialektet e gjuhës arabe. Se disa pjesë të Kuranit janë diskutuar, shprehje janë me dialekte tjera. Mas që ti kesh mësu Kuranin me krejt ata edhe kirajetet edhe me 10 kirajetet cilët janë mutawatira, 7 janë që janë pajtuar krejt, plus 3 tjerat, 10 kirajete mutawatira. Kirajetet do me thonë leximet Kuranit, 10 format leximit. Mas që ke mësu këtë, do të mësush krejt hadithet që kanë bëjnë me Kuranin. Pra, në ajetet që të ka spjegu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hadithe, ato do ta mësosh. Mas asaj duhet vish ti për çdo hadith edhe për çdo ajet shkakun e zbritjes. Përse ka zbrit? Do me thonë ti me u shkëput vetëm me u marr me hoxhallok. Edhe jo me hoxhallok kështu të zakonshëm, me hoxhallok mirëfill të thellum që ti duhet specializimi për ta. Edhe çfarë kemi bëu atëherë? E kemi bllokuar njerëzit o kemi bllokuar jetën atyre. Për çat pejgamberi për këtë arsye, pejgamberi alayhis salatu wasallam i ndajti sahabët. Njëri i tha ti e për lexim Kur'anit. Kush don ta marrë leximin e Kur'anit, le të shkojë ke Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu. Edhe pse krejt pi sahabëve dinin të lexojnë në atë kohë, ose pjesa më e madhe atyre, ose ata që ishin afër pejgamberit alayhis salatu wasallam, çe po e shkurtojmë, kishte hafizat Kur'anit. Mirë po kur erdh puna për drejt leximin, e lavdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dalloi njërin. Për tefsir i tha Abdullah ibn Mesudin radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Abbasin, e keni për tefsir të Kuranit. Kur foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fikun, për jurisprudencën, tha Muadh ibn Jebeli radiallahu ta'ala. Pra kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalamit,
specializun, u personifikun, u dajtën sahabet, e marrin si cili ka një drejtim të specializimit për shkencave islame. Vin ki i shekullit 21, thot s'duhet kur një pjatim. Qeti kret nuj, ne do nisim pe Kuranit e pe hadithit. Edhe ma në fund të ngelim as me sherë të Kosovës tonë, as me Barilev, pa as me Katunt, as me sherë. Pa e kuptum dallimin e parë që e kishin në këtë çështje. Pra nëse është ujtë i madh, nëse i ndrohet njëra për këtire, atëherë ndrohen edhe ujë. Inna an-nahya an iktisali fi al-hadithi Abu Huraira la yabawlan laysa khasan bil ghusli. Laysa khasan bil ghusli. Pra ke hadithi Abu Hurairas që tha mos urinoj asnjëri prej juve me një ujë që është i palëvizshëm. Nuk ka të bëjë vetëm me gusli. Ka të bëjë edhe me abdesin. Pra nuk lejohet me një ujë që është i vogël të urinojsh në të, edhe mrapa hajde marr abdes se kjo sasi e madhe, jo. Edhe me dijen tënde edhe me pa dijen tënde, se automatikisht ti e din pa pastërtinë që e ke fut atë. Tamam, për ti je i vetëdijshëm që e din pa pastërtinë që e ke fut. Çështja tjetër ose dispozita tjetër e katërta me radhë, alaq al hadith an-nahy anil ghusli wal wudu'i anil bawli fil ma. Falau bala fi كوز ثم صبه في الماء مثلا وكذلك لو تغوط فهو يختلف الحكم. Shif e shtash. Qa ka imbohë gjollarë? E thonë, mirë, hadithi folën nëse e krinë urinën qati. Po nëse e krinë urinën ose nevojën e madhe në diçka tjetër, edhe mrapa e hudhën, a ndryshon diçka? A ndryshon dispozita e ati ujtë? Nuk ndryshon, prap ngeleni pa pasëraj. E shtash vinë me zhebi dhahirive, njëni për hoxhollarëve që ka qenë në Spanjë, ma shumë ka jetu në Spanjë në asaj koha në rëzine muslimanve, a i ka thonë shive, nëse nuk urinon direkt ati, nuk e ndoatën. E shash vin ki tjetëri shekulli 21, thot lej, ketë gjuj poshtë, ne kemi hadithin, s'na duhet kërgja tjetër. Pra, ulemat çfarë kanë bë? Ta kanë thjeshtësu fen ti, kur gjë tjetër. Ta kanë bë më të lehtë, jo se janë luftu njëri me tjetrin, jo se janë ndarë njëri me tjetrin. La yaktasil ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun, edhe mos lahet asnjëri për juve me një ujë i cili është i palovitshëm edhe ai është junub, do është sasia e atij ujit, është e vogël. E tash, vim keni mesele tjetër, el ma'ul musta'mal, edhe tek shumica e ulemave është uji i përdorur. Çfarë është ujë i përdorur? Kanë thënë mezhebi Shafii dhe Maliki kanë thënë ujë i përdorur është ai ujë i cili e ka përdorur dikush e ka mbet çajo që ka mbet çaj është ujë i përdorur. Mezhebi Hanefi ka thënë ndryshe. Ujë i përdorur është ai ujë që ka kaluar në njërin prej gjimtirëve të njerit. Shembull, e ke laj krahun, çato pikat e ujit që bien poshtë, çaj ujë i përdorur. E kanë thënë huwa ma'un tahirun ghayr mutahhar. Ai është i pastër, ama nuk mund pastrosh me të diçka tjetër. Pra për shembull, nëse unë ujtin abdesin e marr edhe ujti abdesit që ka rapi dorëve të mia, pi ftyrës teme, e rujt me një ligen, edhe atë legenin ose atë kovën, ja jap dikujt tjetër të marrë abdes, nuk lejohet marrë abdes për atë ujë. Po mirë bëhoxha, ku e morën këtë? Këtu ka hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo ka qenë punë e ulemave dhe hoxhollarëve. E kanë zbërthi fjalën e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam. Për me ta bë ti më të kuptueshme atë cilën e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe ka mirë po ke mesebe tjera janë çështja ujti që e ka përdorur dikush tjetër, aty ka ngel, ti nuk lejohet ta marrësh atë. أما الماء المستعمل القليل فيصير مستعملا بمجرد انفصاله عن الأعضاء. Pra, kur konsiderohet ujti i përdorur, moment që ka dalë për njërës për gjimtirëve, pra e ka kalu njërën për gjimtirëve, qoftë krahu, ftira, pa marë parasysh. Në këtë çështje kanë shkuar mezhebi Hanefi edhe mezhebi Maliki. ذهب الحنفي إلى أن الماء المستعمل طاهر بنفسه غير مطهر لغيره من الحدث. Ai ujti i përdorët është i pastër, pra kur e shoh është i pastër. Mirë po nuk lejohet përdoresh për pastrim tjetër. ويطهر الخبث فهو عندهم لا يصلح للوضوء ولا للغسل. Pra as për abdes, as për gusl nuk lejohet. ويصلح أن يزيد النجاسة الحقيقية. Mirë po mundish ta përdorish për me largu pa pastërtinë e dukshme. Cila pa pastërtia e dukshme? Mund ma thotë dikush? Që e folëm? Po,
nevojë e madhe. Për shembull, për nevojën e madhe, ujin e përdoret, mund ta përdorësh. Shive, unë për vete kur nalem edhe kujtoj, sa fele kanë mendu mesele. Që ti mos me të lënë me një situatë që ti thuash prit pak shtash. Këtë ujtin çfarë ti boj? A ta përdori apo mos ta përdori? Po mund ta përdorish. A mund ta përdorish për diçka tjetër? Ta largosh një papastërti të madhe që është në trupin tënd. Që e folëm javën e parë nëse e kujtojmë kur e përmendëm papastërtitë se si ndahen në Islam. Pra, hoxhallarët e mezhebit Hanefi lejojnë përdorimin e ujit të përdoret, mirë po vetëm për largim të papastërtisë dukshme. Ndërsa për abdes apo për gusl nuk e lejojnë përdorimin e ujit që është i përdoret një herë më përpara. Çështja e gjashtë me radh, idha kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath fi riwayatin lam yunajjas. E tash, nëse uji kalon sasinë e kulletejnit, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse uji kalon sasinë e kulletejnit, nuk e dëmton, pra nuk e të bën papastër atë ujin as ti sent. Hoxhallarët kanë ardhur e thonë, prit pak. Çfarë sa janë kulletejn? Ç'është për me ditë kulletejnin ti që lexon hadithin. Edhe kjo hadithi mund ta gjesh gjuhën shqipe, e kanë akhrajahu al-arba'a wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim, e kanë nxjerr të katërtit, pra të katërt ashabus sunan që i përmendëm parës, e kanë nxjerr këtë hadith pejgamberi alayhis salatu wasallam. Pra e kanë në librat e atyre, që janë të përkthime në gjuhën shqipe. E ka bë Sahih Ibn Hibbani. Ibn Hibbani është një prej hufadhëve të hadithit. Edhe plus edhe Hakim, edhe Hakimi e ka bë këtë hadith, e ka bë hadith sahih, e ka konsideru autentik. Tash, si mund ta kuptosh kulletejnin ti, edhe unë, edhe ai qetri që jeton shekulli 21? Nëse nuk do ta kuptoje shprehjen që është përdorur në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalamit për kulletejn. Është e pamundshme ta kuptojmë sot me ato që e kuptojnë arabët sot kulletejnin. Po duhet ta kthejmë atje se si e ka kuptuar pejgamberi alayhis salatu wasallam. E ku e gjejmë këtë? Në për librat e hadithit, po edhe në për librat e fikut, jurisprudencës islame. Aty ku përcaktohet sa sasia e ujit për kulletejn. Pra, nevoja jon për jurisprudencën islame është shumë e madhe për atë arsye ne i diskutojmë. E tash sa është kjo kulletejni ose ulemat e mezhebeve e kanë spjegu kulletejnin në bazë vendit ku kanë nejtë. Ne sot si ta spjegojmë kulletejnin, burret e mëdhaja, e keni patur burret e mëdhaja? Sa një burje e madhe është një kulle. E kulletejn janë 2 burret mëdhaja. Ti bësh bashkë ata, nuk e prishën ujtin nëse bie njëna pej nexhasateve, njëna pej papastërtive që i përmendëm ne. Me sasi, unë tash nuk e kujtoj sa litra mund të ketë ajo. Do me thënë, në të formën e asaj, ajo është kulletejn. Pra, nëse ne sot në këtë kohë, vetëm kështu mundim ta kuptojmë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra, në njëherë këtu hoxha e sjellën, Imam Ebu Hanifja edhe sahibahu, kur thot sahibahu, do me thënë di shoqëruesit e atij, di nxënësit e atij, edhe plus shumë prej ulemave tjerë që i ka përmend hoxha këtu, thot është bazë me mezhebin ton Hanefi. Nëse ujti nuk i ndron njënën prej 3 cilësive që i përmendëm, shijen, ngjyrën ose erën, ujti vazhdon të ngele i pastërt. Unë në një mesele dhe e thëmë, e di që e kam kalu kohën, ama atë kohën e pare kam marrë për çështje tjetër, dhe ma boni pak halal. Një mesele kam, insha Allahu Taala, pa edhe një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalamit, që ka të bëje me papastërtin ose me pastrimin në gusëll, ama 2 persona me një vend. Tash do ta shpjegojmë insha Allahu Taala se si është kjo. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka një hadith an rajulin sahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ويغترفها جميعا. është një hadith që rawahu Ebu Dawud, e ka transmetuar Ebu Dawudi, edhe Nisaiu, wa isnaduhu sahih. Edhe zinxhiri i transmetimit është autentik, është sahih. Çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith? Asnjëri prej juve mos marrë gusëll
ma ato që i ka ngel një gruas që është pastru pa pastërtis, pa gjunubllëkit. E as një grue mos mare për ati ujë që një burë është pastru pa gjunubllëkit. Ma thjeshtë o që i bjen kjo? Ja po të kallëzoj. Pra ju, ose generatat tuja, këtë mendoj që i keni mbri, të lahesh me kofë. Edhe kur e laj me kofë, ke pas një safe. Edhe qaj me qatë safën që e laj, që shka jo kuava ka ngel një fund kuave. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, si pas ti hadithi, ka thënë, nëse dikush me qatë kuavën që aqje, me atë safën, është pastru për një papastërtis madhe, edhe ka mbet pakuj. është pastru për një gjunubllëk. Ka mbet pakuj, nuk lejohet ti të pastruosh me ato, e as marrësh abdes me ta. Qoftë burra apo grua. Problem. Edhe çfarë tham, hadithi është autentik. A tham hadithi është autentik, pa e kanë bë isnaduhu sahih, zinxhiri transmetimit të hadithit është transmetim sahih. Ma pa vini hadith tjetër. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu, mbajeni mend këtë si hadith, do ta shpjegojmë inshallah taala. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maymuna radhiyallahu taala anha. Tash transmeton Abdullah ibn Abbasi. Abdullah ibn Abbasi është djali i mingjës pejgamber alayhis salatu wassalam. Po nalt kush transmetonte? Dëgjoje si është thot transmetimi që gjendet te Ebu Davudi dhe te Nisaiu, thot nga një njeri që është shoqëruar me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sa përmendin emrin. A mos zinxhiri sahih është, autentik është. Thot nga një njeri që e ka shoqëruar pejgamber alayhis salatu wassalam. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, u ndalohet juve të lani me ato që u ka mbet prej ujit në një burrë ose një grua që është pastrupi pa pastërtisë. Vin hadithi tjetër nga Abdullah ibn Abbasi, djali i mingjës pejgamber alayhis salatu wassalam. Pra që shumë ka mundësi ma shumë ta njohë mbrendësinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe jetën brenda jetës pejgamberit alayhis salatu wassalam, brenda shtëpisë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maymunati radhiyallahu anha. Pejgamberi i Allahut pastroheshte me ato që i ngelte pej ujit Mejmunes. Mejmunja njëna pej gravet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Hadithi çfarë është? Akhrajahu Muslim, edhe Ibn Majah. E ka nxjerrë Imam Muslimi. E tash. Ata lexojnë një ajet, një hadith? Edhe një hadith po e lexojnë. Për me thjeshtësua la më shumë. Iqtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jufna. Do të thonë me një tas. Me një kof, me një send, kanë marrë gusull disa pi gravet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Faja'a, pra pejgamberi alayhis salatu wassalam, liyaktasila minha faqalat inni kuntu junuba. Njëna pi grave i tha, o pejgamberi i Allahut, unë isha e papastër. Pra mos merr për këtë ujit, se unë e kam përdor, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yujnabu, ka ditë transmetime la yujnibu. Pra ujti nuk bëhet asnjëherë i papastër, oj ti groja jeme. Pra mbrendësinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, jetën bashkëtorë, këta e kanë ditë më mirë. Gratë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Vin një transmetim tjetër kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot me pejgamberin alayhis salatu wassalam ne bashku lanim bashk. Ka herë jam mirë unë safon aty, ka herë unë si s'kan qenë në safa. Si u thonin populli jo. Urdhna nok i brik. Pucerkat. Një herë merrsha unë, një herë merrte pejgamberi alayhis salatu wassalam. Për një ditë uj. Çtash? Mezhebi Hanbeli ka qëndruar te hadithi i parë. Edhe ka thënë ndalohet se kemi hadith. Të tre mezhebe tjera, edhe mezhebi Hanefi, që është shumë më i zgjeruar ke kjo çështje. Shife. Ata kanë marrë hadithin, se unë nuk dua të them për njënin pronarëve të medhhebeve të them i palogjikshëm, s'dua ta them ata. Mirë po, hadithi zinxhir, ato e kanë shikuar vetëm zinxhirin. Medhhebe tjera, ose mezhebi jon Hanefi, që ne më shumë mundohemi të japëm kahje këtij programi tonë që e kemi bashk, mezhebi jon Hanefi e ka marrë shumë për transmetimeve,
I ka përshtat me atë se cili mund të ketë përparësi, edhe i ka dhënë përparësi këtij hadithit tjetër, edhe nëse shembull ky hadithi tjetër i fundit që e përmendëm, sahahu Tirmidhiu, e ka transmetuar vetëm Tirmidhiu, edhe e ka bë sahih, e ka bë autentik në rregullat e veta, në kushtet e veta të Imam Tirmidhiut. Mirë po, kur ta shohësh me hadithin tjetër, ai hadithi tjetër mund ta ketë gradën më të fortë. Mezhebi jon Hanefi e ka marrë parasysh edhe shkaqet tjera që të çojmë për rreth. Pra përse do ta zgjidhim kët? Do të shohim ne shumë kemi në mezhebin ton kështu. Kur mezhebi Hanefi ka dhënë përparësi një hadithi që e transmeton një hoxh, para një hadithi tjetër që nuk e transmeton hoxha, po e transmeton. Zinxhiri është shumë i fortë. Mirë po, e kanë lënë atë këto tema që i kemi hap me lejet Allahu dhul xhelal, do të kemi shumë punë me ta. E unë këtë doja ta them, pra ne do të mundohemi inshallah taala ta bëjmë sa më të thjesht, sa më të lehtë për me kuptuar secili prej njerëzve ato që si e kanë, pra edhe një herë këto 3 hadithe që i lexuam. Mezhebi Hanbeli e merr hadithin e parë, ndalohet me atë ujtin që ka mbet, edhe alajn atë. Përse mund thuna, pse kanë shkuar atë? Se gruaja ose burri që ka marr gusull pe atij ujtit, ai ka qenë i papastër, pra ndoshta kur e ka prek ujin, fatkeqësisht ose mund thuna që ai ujti është ndot pe atij, nuk lejohet ai qetri ta përdorë atë ujë. Pra nëse duam ta arsjetojmë, mirë po mezhebi jon Hanefi ka marrë dhe ka thënë, edhe nëse është hadithi, ne nuk punojmë me këtë hadith. Pra do ta ndëgjoni shpesh në këtë program ku mezhebi jon Hanefi ka thënë, nuk punojmë me këtë hadith, e kemi hadithin tjetër. Po mirë be, grada e hadithit është pak më e dobët, po ama është më i pranueshëm duke krahasuar atë se pe kujt ka ardhur, sa afër ka qenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pra ky njeriu që përmendet në hadith pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është njeriu që shumë rrallë taku me Resulullahin sallallahu alajhi wasallam. Është sahabi i nderuar. Mirë po jo sikur Abdullah ibn Abbasi që ka qenë shpik e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka pas gjalminxhe, ose si Aisha që ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tamam. Do të vim në mesele tjera ku pejgamberi alayhis salatu wasalam, që asnjëna pi grave se ka transmetuar një hadith, po e kanë transmetuar burrat. E dim se ka qenë çështje burrash, që ja diskutuan me xhliset burrave, çështje politike, që nuk e kanë dëgjuar asnjëherë gratë. Pra, unë dua juve që ta shikojmë këtë çështje pak më gjerë, e jo ngushtë si mundohen të na fusën në kafazet e asaj mendësie për me pas se sa të ngushtë e kanë mendje, ne do të mbajmë mendje gjerë, do të mendojmë gjerë, edhe do të qëndrojmë inshallah taala besnik fjalëve të Allahut, fjalëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe fjalëve të xhollarëve gjenerat pas gjenerate, veçanërisht të mezhebit Hanefi, duke mos i anashkaluar mezhebet tjera, duke i mësuar edhe ata, duke i pa edhe ata se si çfarë qëndrime kanë, po duke i dhënë përparësi në shpjegimet tona pak më të thella qëndrimeve të mezhebit Hanefi. Zoti ju ruaj për kohën që keni ardhur. E ne vazhdojmë inshallah taala javën e ardhshme me një pjesë tjetër të haditheve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Duke shkuar më brenda, duke u bë më interesant. Allahu xhallahu ju begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.